Nuk do të ishte as pak e vështirë të hidhja këtë rreshta në Facebook, të hidhja edhe ndonjë foto me personin që i dedikohet ky shkrim, por jo thjesht për të krijuar një titull. Qëllimi im është për të treguar se përtej politikës, ndasive, shërnajës së ditës, thashëthemeve, përtej hajdutërive, konflikteve, përçarjeve, korrupsionit, skandaleve që bëhen nga njerëzit, edhe në qytetin tim të lindjes në Korçë si kudo, ka dhe njerëz që bëjnë diferencën. Këto rreshta po i shkruaj për 70 vjetorin e një komunisti që unë shpesh i them shoku Muharrem Meko. Mund të jetë komunist në bindje, por në fakt është një socialist i vërtet dhe një nga ata njerëz për të cilët duhet të jesh krenar që e ke mik, ka qenë edhe zyrtar, drejtues i Partisë Socialiste. Sot mbush 70 vjetorin, ka dalë në pension, por për njerëz ai pensioni nuk ekziston. Ka drejtuar televizionin e Korçës, korrespondenti i Zërit të Popullit, drejtues politik, i majt i thekur, dikur ushtarak. Kurse si deri më sot, askush nuk ka ngritur gishtin ndaj tij ta akuzoj, edhe pse ka mbajtur poste publike, qoftë për korrupsion, qoftë për ndonjë aferë, apo për një kafe të vetme. Muharremi ka mbetur ai që ka qenë, me mish dhe shok në për tavolina, dhe ajo që kërkon është të ndihmoj apo punësoj, të rekomandoj dhe të mbroj publikisht sa më shumë djem të rinj, djem me kontribute, njerëz të ndershëm. Këtë e bëjnë gjithmonë, nuk ka rëndësi shumë ndasia politike për të. Tashmë mosha dhe fisnikëria të bën të mendosh ndryshe nga dje. Ka qenë një penë e ashpër, e hidhur, e tmerrshme. Vitet kalojnë, pena jo vetëm që nuk i është zbutur, por i është bërë edhe më e bukur, më e drejtë, më dinjitoze, më e fortë dhe më e qartë. Kur jep një mesazh të thjeshtë dhe të përsëritur, duhen të rinj në politik, na duhen dje vizionar, duhet të hapet politika, duhet qytetaria, kultura, duhet respektuar kontributi, duhet njerëz të ndershëm. Këtë nuk e thot gjatë gjithë kohës që partia e tij është në opozit, por e thot gjatë kohës që Partia Socialiste është në pushtet. Ai ka drejtuar këtë forcë politike në Korçë për disa vite. Unë këto rreshta i shkrova edhe si mik, edhe si bashkëpunëtor, edhe si një dashamirës, jo vetëm personi imi, por edhe i CNA-s, një media e hapur nga unë, por që sot në kaq vite kanë kaluar 10 gazetar, drejtor dhe menaxhohet nga njerëz me eksperiencë dhe profesionist, por që Muharrem Meko i vlerëson, i falenderon për çdo shkrim që i publikohet, ndërhyn me këshilla për televizionin, ka ngelur klasik, do gazetat në mëngjes, lexon portale e tjerë politik, në fakt tani si usta. Mund t'i bëja edhe ndonjë letër dhe t'ja nisja, por më mirë një shkrim më i plot, me pak fjalë, që të ngelet në kujtesë, jo thjesht 70 vjetorin e Muharrem Mekos, por për të përçuar një mesazh, ato që thos shpesh Muharremi. Të rinj shumë duhen në politik, por duhet të ecin me mençurinë e të vjetërve, e atyre me më shumë eksperiencë, t'i dëgjojnë për t'u korrigjuar, të jenë më të hapur, të jenë më me vlera, më familjar, më qytetar, por të mos ngushtësohen dhe të shohin vetëm xhepat e tyre, por të shohin përtej xhamit, përtej fasadës, përtej kolltukut. Ndaj dhe këto rreshta ja dedikova Muharrem Mekos, për qytetarinë e tij si një kolonjar i mirë, për vlerat e tij politike që sot i ka më të mëdha se kur, edhe kur bashkë kemi qenë kundërshtar dhe jemi përplasur, ku me të drejtë, ku pa të drejtë, pasi diskutim, të gjitha fajet po i marron, jo si më i vogël, por si reflektim, për t'uruar publikisht Muharrem Mekos edhe në audiencën e CNA-s, edhe 100 vite të tjera zoti Meko, tashmë gjysh, të kesh shëndet dhe mbarësi, dhe unë besoj që në urimin tim i bashkohet dhe stafi CNA-s dhe shumë kolegë gazetar, në mënyrë të veçantë, nuk do të haroj të përmend këtu, malokun tënd, Tonin Frokun, mikun ton të përbashkët dhe të urojmë gjithë të mirat. Mos e ndal penën, mos e ndal mirësinë, edhe në përfundim, mos ndal as debatet me rilindasit dhe me 99-at që ti me të vërtet në politik i shikon si një problem dhe një shqetësim për vendin dhe të ardhmen e Shqipërisë. Mos e ndal penën tënde edhe në këtë datëlindje për të vërtetuar që i thua për mënyrën si thua, duke treguar qytetarin, kulturën, vlerat e traditës dhe origjinës tënde, por në mënyrë të veçantë se si duhet ta kemi një mik, një shok, një qytetar, një gazetar dhe një politikan që ndoshta si ti në moshën 70 vjeçare, mirë do të ishte t'i kishim shumicën e këtyre të rinjve në politika apo në media. Edhe një herë urime, jetë gjatë me smish, shokësh, me nipër, me mbesa, me djemtë e tu, me familjen tënde të shtrenjtë dhe miqësisht, unë personalisht jam krenar
krenar që jam miku yt, që bashkë diskutojmë, debatojmë dhe besoj, edhe stafi CNA-s e shumë gazetar, kolegë në Korçë, bashkëpunëtorët e tu ndër vite, janë me kokën larë që janë miqtë e tu dhe unë e them me krenari, po, unë jam miku i Muharrem Mekos, edhe 100 miku im.